Të shtunën do të kemi një protest për herë të parë edhe kundër një këngëtarit huaj. Kanye West, një artist kontroversial me famë botërore, do ndezë Kasharin të shtunën darkë, por pa vetëm gjysmën e Tiranës. Gjysmën tjetër do mundohet ta ndezë protesta e cila do të mbush nesër 40 ditë. Një protestë që lindi si një zemrat ndaj një akti dhune, si një reagim ndaj një investimit madh në një zonë delikate mjekësore, por që me kalimin e ditëve humbi sasinë por dhe cilësinë e saj. Siç e thash, për disa ditësh kjo protestë ndjek vetëm një agenda të Partisë Demokratike, e ndjek me mjetet e saj, pra me dhunën tradicionale verbale, por dhe fizike pasere, por dhe me tezat e saj. Teza më e fundit, pse janë dhënë 4 milion euro për koncertin e Kanye West. Të jemi të qartë, Kanye West as nuk e di dhe as nuk shqetësohet nga një protestë kundër tij, pasi zakonisht protestat atë shoqërojnë kudo që ai jep një koncert. Por do habitet shumë kur ton se kjo protestë bashkon imazhin e tij me ato të Izraelit. Pasi siç ai vetë quhet, nuk kursen kur debatutat antisemite, të cilat i kanë kushtuar dhe statusin non grata në shumë vende të Europës, përfshirë dhe Britaninë e Madhe. Por këtu nuk shtrohet çështja se çfarë do ndodhë ditën e shtunë, me që protesta po merr çdo ditë dhe më shumë formën e përmbajtjen e protestave të Berishës dhe fundi i saj mund të jetë i ngjashëm me to. Këtu shtrohet pyetja se çfarë realisht ndodhi këto 4 javë në bulevard dhe pse ajo nuk prodhoi atë që shpresonin të gjithë dhe ata që ishin kundër tezës saj, rilindjen e frymës kritike dhe të opozitës në të vend. Që ta kuptojmë këtë duhet kuptojmë jo thjesht pse ajo ndodhi, por edhe pse ajo po shkon drejt shuarjes. A ka vënd pyesim sot, 40 ditë pas fillimit saj, se kush shndroi prapa organizimit, sponsorizimit dhe deri përdorimit saj, përse në fund në tribuna folës përfunduan figura thuajse komike dhe për më keq edhe figura cilat siç u zbuluan më pas, kishin agjend krejt tjetër nga ajo që nisi këtë revoltim të madh popullor, sepse pavarësisht çfarë nuk ndodhi apo ndodhi në këto protesta, doli në pa ashiqare një pakënaqësi jo e vogël popullore ndaj stagnacionit politik, mbylljes së sistemit elektoral në vend, ndasisë fortë sociale dhe polarizimit ekonomik. Pavarësisht se kjo protestë nuk prodhoi dot as leadership, as filozofi dhe as teza politike serioze, kjo protestë tregoi se janë mijëra shqiptarë që nesër, me shenjën më të parë se një lider i ri po vjen, ata janë gati të dalin sërish në rrugë dhe jo thjesht të protestojnë, por ta ndjekin atë nga pas. Dhe ky do jetë padyshim tmerri i klasës vjetër politike dhe sociale në vend. Edi Rama thotë se ka nisur reflektimin dhe po kërkon dialogun, po me kë dhe për çfarë? Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Realistor, me mua sonte në program janë Sara Mila, deputete e Partisë Socialiste. Mirëmbrëma Sara. Duhet ishte shumë e bukur se je vetëmi që më the Mila, kështu që Mile më thonë gjithë. Je vetëmi sakt, që ndinë si mbarë. Shumë do ta bëja italian, Sara Mila. Faleminderit që son me mua. Miken Qeragji, aktivist shoqërisë civile i vjetër, veteran i shoqërisë civile dhe në krye edhe të kësaj proteste 40 ditore. Jo në krye, pjesëmarrës. Pjesëmarrës. Okej, mirë, në rregull. Albatros Erxha, mbrëma Albatros, kënaqësi duke mësonte në program. Profesor Ervin Karamushi, mbrëma Karamushi. Mbrëma. Do doja tani sa pak dhe profesor me një lajm të fundit që bëhet fjalë për disa politikanë të Maqedonisë së Veriut, përfshirë mos gaboj edhe zëvendës kryeministrin. Gjoma, jo. Ja një sekond, ta pyes Karamun. Nga informacionet tona ne këto kemi që janë shumë zyrtarë të lartë të partisë të koalicionit Vlen. Ki kujdes mos bë gabime më profesor. Më falë, zëvendës sekretari përgjithshëm, okej. Zëvendës sekretari. Okej, në rregull. Gabim teknik quhet kjo politik? Jo, e gjithë teza, ki kujdes. Teza që janë shpallë të pa dëshuruar në Shqipëri. Kem kujdesu nga lajme. Jo, atëherë, shiko, me sa jemi ndjeni nga... Atëherë bëjt fjalë për Bekim Shokun, Andan Azizin dhe zëvendës sekretari përgjithshëm të qeverisë, Hasim Urtezani, të cilët janë ndaluar këtë të mërkur në Qafthan, janë pyetur, njëri për tyre, një nga të katët është kthyer, më pas 3 tjerët janë kthyer në shenjë proteste, por lajmet janë, informacionet janë që bëhet fjalë për një listë me 10 veta. Megjithatë, Karamushi, pastaj atëherë ky nuk është rasti i parë, janë paralajmëruar her pas here nga ana institucioneve tona mbi veprimtarinë e tyre, disa prej tyre nuk mund të jap dot emra, por për njërin prej tyre dyshohet që merr financime nga disa vende jo mike me Shqipërinë për të aktivizuar element ekstremist në Maqedoninë e Veriut, element ekstremist të cilët kanë ardhur dhe kanë qenë pjesë edhe e protestave në Shqipëri,
dhe 2 herë të fundit disa për tyre janë shpallur non grata, pra nuk janë dëbuar, pra janë kthyer mbrapsht në kufijt tanë me një formular, njëri madje me pasaport amerikane nga Maqedonia e Veriut, dhe kanë dhënë deponimet e tyre ku adresojnë financimin e drejt për drejt nga njëri për këtyre që sot është kthyer mbrapsht nga ana autoriteteve shqiptare. Sigurisht janë këto organet inteligjente, janë ato liçbatuese, antiterrori etj., të cilat bëjnë një plan operacional dhe krehin gjithë informacionin inteligjent që ne kemi në lidhje me, po nuk ka të bëjë drejt për drejt me protestën kjo, pa duhet jemi shumë të vëmendshëm edhe shumë të qartë edhe shumë të drejtë me atë që themi. Po mund të bëjë me ata që mund të duan të përdorin protestë. Aktivitet të vazhdueshëm të disa prej elementeve, ju them, ekstremist, fetar në Maqedoninë e Veriut, të financuar nga para të dyshimta, nga lindja e mesme, ju them, nga vende jo mike. Po fal, po këtu përmendën emrat e 2 deputetëve dhe zëvendës sekretarit të cilat vinë dhe depozitohen në disa prej shoqatave dhe pastaj pse jo organizatave politike në Maqedoninë e Veriut, gjoja për të përhapur pse jo politik islame në disa prej parlamenteve të vendeve të Ballkanit perëndimor, dhe janë një rrezik real i cili është përmendur së fundi dhe nga një raport i Departamentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por, çfarë ndodh në këtë moment? Ndërkohë që këta vinë edhe kanë një lloj angazhimi edhe në Shqipëri, madje edhe me këta element të dyshim që vendi jon i etiketon si rrezik për sigurinë kombëtare, në ana tjetër këta duhet shikojnë që, më duhet ta them të së duhet shikojnë që gjua shqipe në Maqedoni ka kohë që morë në mërkëmet dhe s'po thuhet asgjë. Ta duhet shikojnë që para 3 javës sheshit kryesor në Tetov ju ndrua emri nga Ilirida në Marshall Tito dhe nuk u çua asnjëri në protest. Ta duhet shikojnë që këta duhet me vendim gjykatës kushtetuese, këta duhet shikojnë një gjë tjetër që ka një frym ndaj institucioneve dhe përfaqësisë diplomatike shqiptare urrëtie në Maqedoninë e Veriut. Përpara disa javësh ambasadorit ton kanë dashur të hynë në banesë, nuk e di për çfarë arsye, mbase për veprime huligane duke i helmuar fillimisht qenin, dhe më tej i kanë helmuar qenin ambasadorit ton? Po, dhe më tej i kanë shkatruar me veprime po huligane dhe të dhunshme makinën e ambasadës në mes të Shkupit në një takim zyrtar që po të ja këto po janë gjëra. Nuk duhet, pra, ndërkohë që ambasadori jon aty zhvillonte takime zëvendës kryeministrit shqiptar në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, jashtë me gjithë se makina kishte flamur shqiptar, është coptuar, është shkatruar nga ana e disa personave të maskuar. Pra këto janë gjëra që duhet na shqetësojnë ne. E vërtetë. Që duhet shqetësojnë ata janë radhë parë. Pra kush po i nxit këto? Sigurisht institucionet tona mbajnë shënimet e duhur dhe kanë dhe emrat përkatës në një listë. Nuk mund të them listë e zezë, po një listë ku janë të evidentuar këta persona që nuk, megjithëse mund të jenë shqiptar, nuk punojnë absolutisht për shqiptari. Okej, se Albatrosi është gati për replikë. Vetëm Sara, keni me që jetë deputete e qeverisë, keni dieni për një gjë tjetër për këtë ngjarje që ka ndodhur sot në Qafë? Të sinqert nuk kam një informacion zyrtar në lidhje me rastin. Megjithatë, dinamika e përgjithshme tregon që në kryet herës ka pasur një vërtetësi tek ato çfarë ne kemi shprehur për një dëshirë dashakeqe të disa elementve të caktuar, ardhur edhe nga rajoni, më vjen shumë keq ta them edhe nga fshinjët tanë, cilët do duhet ishin vëllezër dhe motra tanë edhe politikisht, jo vetëm për arsye tjera, dhe fakti që është përëndësuar nga ana jonë që ka një dashakësi dhe dita ditës vërtetohet me episodet të tilla, ky në fakt është një tregues që gjithashtu kërkon një vëmendje, se e di që ka akoma skeptik sot dhe na tregojnë se janë prada me mbret ato që ne shprehim, ndërkohë që ditë pas dite po kanë edhe faktet mbi tavolinë. Po Albatros. Profesori, domethënë i vendosin në të njëjtën enë, si thuhet, dy gjëra ndryshme. E para, ajo linja islamike dhe linja e cila rrezikon sigurinë jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të vendeve të tjera të rajonit, domethënë që është e pranishme në Maqedoninë e Veriut. Kjo është një gjë që domethënë është shqetësuese për të gjitha qeveritë e rajonit. Edhe shërbimi i Shqipërisë ka një listë me personat që janë me interes, sikur që ka pak a shumë të njëjtën listë ka dhe shërbimi i Kosovës.
do duhet ta kishte edhe shërbimi Maqedonisë, por shërbimi Maqedonisë në një farë forme dhe i toleron ato. Dësa pjesa tjetër është pjesa politike, ditën e shtunë, domethënë duke filluar nga ora 4 e mëngjesit, ka pasur një vëmendje të shtuar nga ana e policëve kufitar shqiptar në të gjitha domethënë portat kufitare, përfshi ato me Kosovën dhe me Maqedoninë, edhe ka pasur raste ku persona të caktuara dhe janë kthyer mbrapsht. Deputetët në fjalë në bazë informacionit që kam unë, domethënë kanë qenë në një, si thuhet kështu, në mesin e personave cilët janë identifiku që kanë shpreh publikisht retorikën në përkrajet protestave, në përkrajet nevojës për të shku, për të protestuar në Tiranë, edhe domethënë ka ekzistuar në diçka e tillë, domethënë si persona me interes. Edhe ajo çfarë ka ndodhur realisht sot është që materiali të shtunës disi ka ngel te posta kufitare. Domethënë nuk është, domethënë të shtunën kanë qenë gjithë njerëzit cilët kanë shkruar në Facebook duhet shkojmë në Tiranë për krajin protestën, kanë qenë, domethënë është procedurë krejtësisht normale, domethënë që këta persona mund dalu me pyet ku po shkojnë, pse po shkojnë e tjerë, domethënë procedurë normale në kufi. Edhe si duket dikush atë listë, ta quajmë kështu kushtimisht, nuk e ka tërheq mrapa dhe polici kufitar normal ditën e mërkurë thot, okay, se unë kam një urdhër nga Tirana apo diçka e ngjashme. Domethënë kaq ka kjo si histori, nuk ka që deputetët në fjalë janë shpallur non grata ose nuk lejohen të futen. Jo non grata, jo, të futen në Shqipëri. Dëbuar. Domethënë diçka. Non grata është procedurë tjetër. Edhe, kështu që ka ndodhur, bazë informacionit që kam unë, thjesht ka ndodhur aty një ngatres, ta quajmë kështu. Edhe ka pasur komunikim nga ana Ministrisë Jashtme të Maqedonisë, me Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë, dhe janë sqaruar gjërat në ndërkohë. Kjo është dhe arsyeja pse s'ka pas, mund të them, reagim zyrtar, sepse përndryshe do kishte një reagim zyrtar nga ana e qeverisë ose dy qeverive. Dy qeveri, okej. Mirë, të rikthehemi në kohë protestës, pamjet janë nga të orës 20 në protestë, e cila duhet të më është shumë larg asaj që ishte spaku 2 javë më parë, nuk po flas për 2 javë. Është afër të 40-ave prandaj. Është afër të 40-ave. 40 është pasi vdes. Ose pasi lind. Pasi vdes. Se kjo e vdekur ka shumë. Jo, kjo një sekondë, këtë ta thot Migeni, pastaj ti mund të replikosh. Po që protesta po i afrohet 40-ave, po duke luajtur me këtë ironinë e Sarës. 40 e lindjes apo 40 e vdekjes? Kam mbështetjen me shpresën e të majtës ose e mbështetësve të Edi Ramës që kjo protestë të mbarojë një orë më parë. Për fatin e tyre të keq, kjo protestë ka treguar që limitin me kohën tashmë e ka thyer.